Kompenzime të babaza, oferta jo konkurruese dhe provime problematike janë disa nga parregullësitë që janë gjetur në Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Pavel Shadev, konstatoi revizioni i shtetit. Sipas raportit të endit shtetëror të revizionit për vitin 2024, kompensimi për anëtarët e bordit drejtues dhe këshillit programor është paguar në shuma të plota mujore, pa marrë parasysh pjesëmarrjen në seanca. Përveç kësaj, afati ligjor për përfundimin e fazës së dytë të trajnimit fillestar të gjeneratës së tretë të kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror publik është vonuar për 3 muaj, gjë që ka shkaktuar kosto shtesë. Disa nga kontratat me mentorët për trajnim praktik ishin lidhur pas përfundimit të periudhës së mentorimit dhe fondet u ishin paguar edhe koordinatorëve, statusi të cilëve nuk ishte i rregulluar me ligjin për akademinë. Anëtarët e komisioneve për vlerësimin e trajnimit praktik gjithashtu morën honorare, megjithse një mundësi e tillë nuk është parashikuar me ligj. Në fushën e marrëdhënieve të punës u zbulua se maksimumi ligjor për punë jashtë orarit ishte të kaluar pa njoftim të detyrueshëm në inspektoratin e punës. Në një rast, një punjonësi ju pagua orë shtetë gjatë një periudhe kur ai njëkohësisht përdorte mëditje ditore për një udhtim pune jashtë vendit dhe merrte pjesë në seancë brenda orarit të rregullt të punës. Parregullësitë janë identifikuar edhe në punë materiale. Nuk ishte evidencë të duhur të përdorimit të kartelave të karburantit. Në fushën e prokurimit publik, revizori konstatoi kritere që nuk lidheshin drejt për drejt me lëndën e prokurimit, si dhe raste të prokurimit të maldrave dhe shërbimeve pa zhvilluar një procedurë në përputhje me ligjin e prokurimit publik. Vërejtje serioze u vënë re edhe në procesin e dhënies së provimeve. Për shkak të mos funksionimit të sistemit elektronik të testimit, pas ndryshimeve ligjore u mundësua testim me letër. Kështu revizorët konstatuan se kishte siguri të pamjaftueshme të rezultateve, sepse testet nuk ishin të numëruara në seri dhe rezultatet nuk u përpunuan më njëherë pas dhënies së tyre. Ish drejtoresha e Akademisë së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publik, Natasha Gaber-Damjanovska, për këtë raport është shprehur se mangësitë e identifikuara nuk janë rezultati një qëllimi për ta anashkaluar dispozitat ligjore, por përkundrazi rrjedhin nga rrethana objektive dhe një ngarkesë pune jashtëzakonisht e madhe.